paktën, të mbetemi te njëshi, te fillimi i çështjes. E para ka pasuar të dytën. Kemi akte juridike që Gjykata Kushtetuese pezulloi zgjedhjet në Tiranë, pra njofti paligjshmërinë e dekretit pa respektuar kërkesën e zotit Velia në Gjykatë Kushtetuese dhe ndaloi procesin në Tiranë dhe e lejoi në 5 bashkitë e tjera. Dhe Presidenti i Republikës me një deklaratë normale tha që respektojmë vendimin. Kjo është kronologjia. Doli zoti Gazmend Bardhi, kreu grupit parlamentar dhe akuzoi me 7 pika siç ju i rënditët dhe gjysmëore më pas Presidenti i Republikës bëri publike letrën që kishte dërguar Gjykatës Kushtetuese për 31 tetorin, duke thënë që ju keni shkelur Kushtetutën duke pezulluar dekretin. Pra, vetë Presidenti i Republikës nuk i qëndroi deklaratës parë, por bëri një deklaratë të dytë ku e politizoi çështjen, sepse nxorri në publik argumentet që i kishte çuar Gjykatës Kushtetuese, të bëra nga stafi i tij apo ai firmën e ka ai vetë dhe thotë që vendimi i Gjykatës Kushtetuese për të pezulluar dekretin është në fakt antikushtetues. Mundet vetëm në këtë rast ta përliq pak presidentin, sepse ato që kanë dalë në fakt është argumentat dhe kundër argumentat që ka dërguar institucioni i presidentit si palë interesuar në çështjen objekt shqyrtimi datë 31 tetor. Po flas për afatin kohor, siç i ka dërguar dhe kryeministria, që dhe ato i dinë se çfarë thonë, se njëta doli ka shkruar. Është 30 minuta pas daljes në deklaratë të zotit Bardhi. Pra, lajmi mbulon lajmin, kjo është politik. Ta quajmë si ta duhem, por kjo është politik. Presidenti tregoi se ditë bëhej politik dhe për këtë arsye duhet marrë përgjegjësi publike me disa akte dhe Partia Demokratike e ka sfiduar publikisht përmes firmës së 28 deputetëve që do vi në vazhdim për të kërkuar shkarkimin e tij. Realizohet apo jo, kjo do shikohet në vazhdim, por Partia Demokratike vetë nuk ka numrat. Nuk janë numrat nuk janë, por është akt i pastër politik për t'i thënë këtij zotërisë ke bërë këtë. Okej. Domethënë tek ajo e para mendon që politika pasoi aspektin ligjor. Po akti juridik në vetvete është i qortueshëm apo për këtë tani përderisa është në Gjykatë Kushtetuese i mbetet Gjykatës Kushtetuese ta diskutojë? Unë nuk jam dakord me parafolsin kur thotë që diskutohet vendimi i Gjykatës Kushtetuese. Kush do të diskutojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese? Ne nuk kemi institucion suprem që gjykon Gjykatën Kushtetuese brenda vendit. E kemi një që është në Strasburg dhe ndoshta nëse ajo në Strasburg mund ta gjykojnë. Nëse ne diskutojmë në për studio, apo profesorët në për aulat e universiteteve, është opinion. Opinion, më pëlqen, s'më pëlqen, e drejt e gabuar, por nuk është se ka ndonjë efekt në jetën reale. Okej, Baçi? Është tërësisht politike, sidomos në momentin kur futet, domethënë kur kemi zgjedhje, kur futet presidenti, çështja është politike. Kush e filloi, kush e bëri politikë?